Salam aleikum, thëtë nëse nuk ki mundësi me punu edhe duhesh me i rritë fëmijët vetë, a është gjëna me lypë prej njerëzve? Aleikum salam, rahmetullah. Këtë pyetje ka bo një motër. Motër, na themi, lypja është opcioni i fundit mrena halalit. Me punu e tjere, me pas kush me thrujt në fund lypja halalit. Pastaj fillojnë haramat. Ma mirë lyp, e rriti fëmijët me faqet bardhë se sa me shku në për harame. E ti po më kupton se çfarë kam për qëllim. Nëse i ke hargju gjitha opcionet tjera halal, s'ki familje, vllazën, nuk mundesh me punu, nuk gjon punë, halal e tjere, gjitha, ma mirë shtrije dorën me faqet bardhë lyp. Dil para derës xhamis lyp, po me faqet bardhë. E mos shka rrugëve të haramit, për i zatë Zotit. Lusë Allah që në shoqëritë tona mos të lejojmë që me pas rastet të tilla. Por të jemi prej atyre të cilët për i zatë Zotit i ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë. Edhe nuk i lëmë me lyp. Por gjithsesi, halal është e lejuar me lyp nëse për i me ki nevojë. Allah ta letoftë.